Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni vlen vijon mbështetje ndaj projektligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj medjave, deputeti i Vlen Adnan Azizi tha se pret që ligji i ri të votohet në kuvend me batenter. I pyetur për mungesën e normës së sanksionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt. Deri tash kemi pas gjoba të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqes ka pas gjoba, do me thonë vetëm një gjobë ka pas në 2023-shin, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori thotë okej, do më gjobitni edhe mund të shndrohet në hero. Në këto kushte sipas tij, pjesa e sanksionimit është rregulluar me përgjegjësi politike përpara grupit koordinativ. Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese. Funksionari që udhëheq një dikaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nën kupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit. Sa mes të tjerash Adnan Azizi. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Haradinaj tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikpyetje nga askush. Në këto kushte sipas tij çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatëmarrjes së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo ishte një nga temat kryesore të takimit, digitalizimi i shërbimeve publike dhe banka tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, drejtori i përgjithshëm i Akshit Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhja e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Sipas saj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve, do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e përllogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj vlerësoi se është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar. Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve. Bota. Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijes Ivanka Trump ka shkaktuar polemika dhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë $620 milion nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë $1.5 miliard. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.